rëmbyer qytetari serb i Kosovës. Dirisa jemi me pamjet, dua pastaj që edhe ti komentojmë, janë këto pamjet vendi ku është plagosur dhe rëmbyer qytetari serb gjatë ditës së djeshme. Profesor? Në këtë incizim nuk ka se çfarë të interpretohet, sepse duket nuk... Po, është vetëm hapësira pjesa ku... Përveç kësaj rrugë e cila është me zhavor, nuk ka diçka që ka mujë me interpretuar, birë po çka është dhe që ja vlen të përmendet në këtë studion e juve, është se ngjarja ka ndodhur brenda teritorit të Kosovës, dhe unë do t'i referohem gjithasaj çfarë duhet them avokatit të tij Ivan Nishić, i cili në platformën e tij X shpjegon dhe sqaron shumë gjëra. Në bazë të 11 pyetjeve të cilët avokati i tij ja parashtron institucione prej presidentit të Serbisë, pastaj drejtorit të BIA-s dhe VBA-s, në bazë të pyetjeve të cilat ai i referohet dhe u ashtron institucioneve të Serbisë, tregon se personin në fjalë, pra Milan Vukashinović, është një qytetar i Republikës së Kosovës i nacionalitetit serb. Dhe çfarë duhet them është se pa marrë parasysh se cilit nacionalitet i takon, qofsh shqiptar, serb, bosnjak, rom, mashkali, të gjithë ata që nuk janë në vijin e regjimit të Vučićit e që janë kundër tij, konsiderohen armik. Pra, me këtë rast, me rastin e plagosjes Milan Vukashinovićit, dhe ajo konsiderohet që është plagosur me rafal plumba dhe jeta e tij është në rrezik, bazë të pyetjeve të cilat i parashtron avokati i tij Ivan Nishić, dhe në ato pyetje tregon se ai është plagosur nga persona të kamufluar, pa shenja identifikuese dhe me 3 automjete pa targa. Dhe kjo tregon se personi i apostrofuar, i plagosur dhe i kidnapuar ka qenë një rast mirë i organizuar, ku besoj që ka pasur dhe persona brenda teritorit të Republikës Kosovës, të cilat kanë bashkëpunuar me xhandarmerinë serbe. Dhe personi në fjalë, pra Milan Vukashinović, i cili për Serbinë është një bashkëpunëtor i institucioneve të Republikës Kosovës dhe i cili konsiderohet si armik i pushtetit të Serbisë, ky është përcjell dhe në fund është arrestuar dhe është kidnapuar. Ata kanë mund që ta ekzekutojnë, ta vrasin dhe ta lënë. Mirë, po qëllimi i arrestimit të tij dhe kidnapimit të tij është marrja në pyetje dhe nxjerrja e të ashtuquara dhënave sekrete nga ky person, dhe për atë edhe është marrë, pra është kidnapuar dhe është dërguar në spitalin e Nishit. Dhe unë mendoj që një rast i tillë, çfarë ka ndodhur pas rrëmbimit të policëve të Republikës Kosovës, ky është një rast i mirë dhe një mesazh i qartë për ata të cilët sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe Marrëveshjes së Kumanovës, ata të cilët janë të thirrur që ta ruajnë tërësinë toksore ajrore të Republikës Kosovës, të jenë më vigjilentë. Dhe unë mendoj që tashmë, pas shumë zhvillime dhe pas ngritjes së kapaciteteve ushtarake të Forcës Sigurisë të Kosovës, ka ardhur koha që Forca Sigurisë të Kosovës ta ndrojë atë marrëveshje me KFOR-in dhe ta ketë drejtën ekskluzive që të veprojë, ta ruajë sovranitetin, ta ruajë kufinin e Republikës Kosovës së bashku me KFOR-in. Sepse policia e Kosovës, pavarësisht vullnetit, pavarësisht angazhimit të tyre, nuk ka kapacitetet që si polici kufitare ta ruajë një vijim mbi 300 km. Prandaj koha është që ajo marrëveshje të rishikohet dhe Forca Sigurisë të Kosovës me kapacitetet e saj së bashku me KFOR-in ta ruajë kufirin toksor ajror. Këtu dua të dalim vetëm pas pak, por të qëndrojmë akoma tek personi i plagosur, sepse e përmendet edhe ju dhe i rrëmbyer në fakt, dhe e përmendet edhe ju se ka qenë i njohur për Serbinë, i njëjti ka qenë kundër Vučićit dhe ka bashkëpunuar me institucionet e Republikës së Kosovës. Këtu pastaj lind pyetja, profesor, nëse gjithë kjo që është bërë, sepse nga ajo që edhe u informova më herët, i njëjti edhe më herët ka pasur të tilla
reagime ndaj tij ka pasur, pati disa informacione që ishin vendosur edhe ekskluziv në veturën e tij më herët. Megjithatë, çfarë lihet këtu të nënkuptohet? A do të thotë kjo që çdo kush që është kundër regjimit të Vučićit dhe çdo kush që bashkëpunon me institucionet e Kosovës do ta ketë fatin e tij? Pra, cili është mesazhi që dëshiron të përçojë tek serbët e Kosovës Serbia me këtë rast që e pamë edhe gjatë ditës së djeshme? Mesazhin të cilën e përçon lista serbska së pari, e cila është satelit i regjimit Vučićit. Sepse me fitimin e komunave serbe, lista serbska po e tregon fytyrën e vet dhe po e tregon dhëmbët e vet se çfarë do ndërmarrë edhe në të ardhmen. Ky është një mesazh se secili qytetari i Republikës